Me Sheh Albani si ka pas raportet toç? Sheh Ibn Bazi rahimullahu taala ka qenë për ulemave që është marrë me meselet fikut dhe me meselet hadithit. Ka qenë i dalluar në dyja drejtimet. Dhe ka pas marrëdhënie të jashtëzakonshme me Sheh Albani rahimullahu taala dhe e ka lavdruar, do thotë dhe ka thonë një fjali që është e mirënjohur dhe përhapur, nuk di në qiell në këtë nën qiell që jetojmë ne njëri më ditur për hadithin se Sheh Albani rahimullahu taala. Edhe Sheh Ibn Bazi ka qenë për iniciatorëve që ta sjellin Sheh Albani si profesor të hadithit në Universitetin Islamik të Medinës. Për respektin që ka pas për te dhe për vlerën e madhe që ka pas tek Sheh Ibn Bazi, Sheh Albani për angazhimin e tij që e ka pas në shkencën e hadithit. Dhe normalisht dietarët mes vete kanë pas mesele që kanë pas mendime të ndryshme, mirë po respekti i ndërsjellë për shërbimin që ka pas secili Islamit në rrethanat dhe situatat e veta ka qenë i jashtëzakonshëm dhe kjo i ka dalluar ata. Mu kujtu ai momenti për veturën Vozitin, ka mundësi me shpjegu për shikuesit se është shumë interesant mes Sheh Albanit dhe Sheh Ibn Bazit. Po, do të Sheh Ibn Bazi rahimullahu taala ka qenë i kujdesshëm, nëse ai s'ka vozit vet, ka pas shofer, po ka insistuar vazhdimisht te shoferi që jetë i kujdesshëm mos e vozit veturën, makinën shpejt. Dhe të respekton rregullat e komunikacionit dhe ka qenë kategorik se njeriu që i thën rregullat e komunikacionit bën kundërvajtje jo vetëm ligjore, po edhe fetare, dhe nëse ndodh një aksident, ai ka përgjegjësi para Zotit. Po i kanë thonë Sheh Ibn Bazi, ka thonë, po ti je kaq kategorik, ama Sheh Albani është njeriu që vozit shpejt edhe. I njohur kon që ka vozit shpejt. I njohur, po domthon, edhe pse si ka thyrë rregullat e komunikacionit, po ka qenë domthon vet vozitës. Edhe kjo ka dalë pastaj në humor mes hoxhallarëve. Ka thonë, ajo është fetva e njeriu që nuk shef edhin. E thotë, kjo është fetva e njeriu që e shef. Edhe kanë kaluar në humor në kuptimin se Sheh Ibn Bazi ka thonë, po, ama thotë, kjo është fetva e atij që s'ka paguajt gjak. S'ka bën ndaj kundërvajtje komunikacion, se në momentin që ti bën ndaj kundërvajtje komunikacion e pagun dënime, atëherë kujdesesh më shumë. E don në këtë formë kanë bëu humorin hoxhallarët mes vete, që normalisht dytë kanë insistuar që shoferët të jenë të vëmendshëm në komunikacion, të respektojnë ligjet e komunikacionit, mos vozisin shpejt e të bëjnë aksidente, sepse do të jenë përgjegjës pastaj nëse ata nuk i kanë respektuar rregullat e komunikacionit, do të jenë përgjegjës për atë gabim ose atë aksident që e kanë shkaktuar ata. Ajo që i bën dietarët e mëdhej është një porosi për mua si hoxh edhe për gjithë hoxhallarët. Janë disa elemente që shpeshherë na ikin neve nga analiza. E para është dituria. Dituria është një landë e gjallë. Nuk ka fund. Është një det pa bregdet. Është një det shumë i thellë, oqean. Edhe njeriu kur është në fillim të detit, i duket se deti është i vogël. Sa më thellë që hin deti, aq më shumë e kupton se deti që ka shumë i madh, që ka oqean. Edhe puna e diturive në përgjithësi edhe atyre fetare me veçantë. Hoxha asnjëherë nuk duhet më ndi veten se ka arrit maksimumin e diturive fetare. Asnjëherë nuk ka drejt të jep vetes të drejt të mendon se është më i dituri në vendin e tij. Se këto janë momente të manifestimit, të vetpëlqimit edhe mendjemadhësisë. Dietarët e vërtet janë ata që sa më shumë që kanë fituar dituri, sa më shumë që kanë pas dituri, ata kanë menduar se janë shumë të vogël dituri. Kështu ka qenë Sheh Ibn Bazi. Asnjëherë se ka përmend emrin dietar ose se ka përmend emrin se është më i dituri. Po vazhdimisht ka treguar modesti. Edhe ka thonë, unë jam nxënës dije. E njëjta ka ndodhur me Sheh Albani rahimahullahu taala. Vazhdimisht kur e kanë lavdruar me lavdre, ai është mërzit, ai ka qenë, edhe ka thonë, nëse jam asgjë më tepër se një nxënës i vogël i diturisë. Jo nxënës dije, jo më dietar, nxënës i vogël i diturisë. Se ka në gjuhën arabe talibul ilm, nxënës dije, edhe tuwailibul ilm, nxënës i vogël i diturisë. Edhe Sheh Ibn Bazi rahimahullahu taala ka qenë i dalluar për këtë modesti të jashtëzakonshme. Kjo është çështja e parë. Që dituria është landë e gjallë, edhe është det i thellë, edhe oqean i madh. Asnjëherë askush prej neve nuk ka drejt të pretendon se është më i dituri. Edhe kjo kërkon një element tjetër që vazhdimisht duhet të jemi në komunikim me diturinë. Vazhdimisht lexojmë, shfletojmë, ta analizojmë atë që lexojmë, ta konsultojmë atë që lexojmë me hoxhallarë të tjerë, ta debatojmë.
që ta marrim më të saktën dhe më të dobishëm për vendet tona. Kjo është çështje shumë e rëndësishme. Pse ke kryer një fakultet? Pse ke kryer doktoraturë? Nuk bëhesh më i ditur në botë. Titulli shkencor, akademik nuk bën më diturin. Leximi i vazhdueshëm, relacioni i vazhdueshëm me diturinë, analiza e asaj që lexon të bën të ditur, edhe të bën të dobishëm për të tjerët. Sepse na kemi shumë njerëz që kanë titull shkencor, po si japin hakun atij titulli shkencor, po edhe s'ja shef hajrin kërkosh nga ai titull shkencor. Andaj kjo është elementi i parë. Elementi i dytë është devotshmëria. Adhurimi i Zotit. Kjo është komponent shumë i rëndësishëm. S'është më rëndësi ti a ki gjyba ki shall. S'është më rëndësi ti a ki titull as ki. S'është më rëndësi çfarë pozicioni ki në hierarki. Shumë është më rëndësi kush jetë e Zotit Dhul Xhelal. Zemra jote a i ndjen ato fakte, ato argumente, ato këshilla që ti u jep tjerëve. A i përjeton, a i vetë shpirtnisht ato. A i qanë zemra për adhurimin e Zotit, për madhnimin e ti. A i qanë zemra për ulljen para madhnisë të ti. Puna e zemrës edhe devotshmërisë janë shumë të rëndësishme tek çdo njeri, po të dietarët në veçantë. A ki adhurime shtesë. Mos flasim për faljen e namazit. Mos flasim për dalin në xhami në sabah me fal sabah në xhamat. Po sunetet e namazit, po namazin e natës, por agjerimin vullnetar, po sadakan, po dhikrin, po duan, po Kur'anin. Këto adhurime do të jesh i dallum. Jo të jesh veç hisedar në to, po i dallum. Nëse përmendën pak më herët Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala, ai ka rënë me flet shoku i tij, ai ka me tu fal. O çu natën apo te ka gjetur fal. O çu sabah ka gjetur fal. Kjo është adhurimi, devotshmëria, janë adhurime shumë të rëndësishme, janë karakteristika shumë të rëndësishme të një hoxhe, të një dietari, të një lideri. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha at-taqwa ha huna. Takvallahu është në zemër. Zemra tonë duhet të jetë mbushur me devotshmëri. Agjerimi e ka qëllim për me na bënë neve më të devotshëm, më takva. Edhe nëse kemi dituri, e s'kemi takvallëk, nuk ka shpirt fjala jon. Nuk ka emocione këshilla jon. Nuk ka efekt qëndrimi jon. Andaj diturin duhet me bashkangjit me devotshmëri. Këto janë dy komponentet që janë të rëndësishme për një hoxh. E treta komponente është shumë e madhe dhe e rëndësishme, gatishmëria për të fliju për mirëqenjen e islamit dhe muslimanëve në vendet tona. Edhe komoditetin, edhe harmonin, edhe rahatlëkun, këto ti duhesh me kon i gatshëm me i sakrifiku në shërbimin e kauzës. Sheikh Ibn Bazi rahimahullahu taala ka qenë shembull dhe model për këtë. Dhe këtë ulema të tjerë, ata vazhdimisht e kanë fliju veten e vet. E kanë fliju familjen e vet. E kanë fliju kohën e vet. E kanë fliju pasurinë e vet. E kanë fliju edhe pozitën e vet në shërbim të islamit dhe muslimanëve. Dhe ata me gjithë qenjën e tyre 24/7 kanë qenë në shërbim të islamit dhe të muslimanëve. Shembujt që përmenden nga jeta e tij janë të plota. Do thotë që këtë dita dhe nata e ka kaluar tu i shërbim njerëzit, tu i këshillu njerëzit, tu fol për vlerat e islamit. Shifne, këta njerëz ndoshta në momentet caktuar me dikujt i dhemsen. Ndoshta në fillim i vjen shejtani dhe i bën vezvese edhe atij. Çka e tu boti? Këtë jetë ajo shkoj me njerëz. Ama këtë na duhet bindemi ta kuptojmë se kush kështu vepron, bëhet i madh te Allahu fillimisht. Pastaj bëhet i madh edhe te njerëzit e sinqert. Pastaj mbetet i paharrueshëm kujtimi për të edhe pas vdekjes së tij. Megjithëse na s'mund ta shpërblejmë një dietar me fjalët e tona që i flasim, me misionin që e bëjmë, me dashurinë që kemi për të, me duan që e bëjmë, nuk mund të arrijmë Absolut. të japim ku çfarë shpërblimi, çka mund të jep Allahu Dhul Xhelal. Edhe për atë shkak secili njeri, secili hoç, këtë jetën e vet, këtë aktivitetet që bën duhet të bëjmë vetëm për Allahun. Të fiton vetëm kënaqësinë e tij. Të fiton vetëm shpërblimin prej tij. Të fiton afërsinë tek ai. Të fiton bekimet e tij. Të fiton që Allahu i madhrishëm të jetë, do thotë, vepra, puna, sakrifica që bëj ta kënaqsh madhinë e tij. Kjo duhet me kon qëllimi. E pastaj Allahu atë njerëz i bën të mëdhej edhe në këtë botë, po i bën të mëdhej edhe ditën kur dalin para madhnisë së tij. Kur gara mes njerëzve është e madhe. Shifë, na muslimanët besimtarë, po xhallarët veçantë, duhet me kuptoni se nëse këtu
gara është e madhe dhe rënd. Hoxha me hoxh në aspektin e kualitetit të editorive, në aspektin e kualitetit të interpretimit, të ligjerimit, të dizajnit, montazhës, e kështu me radhë, elementet teknike. Gara është, alhamdulillah, gara është mejdan të mirë. Para mendoni nese ku dalin para Allahut. Me ka do garojsh ti? Ku je ti në atë garë? Ku është Imam Ahmedi, ku është Imam Ebu Hanifja? Po flasë për tabiin të këndej, s'po flasë për sahabët, se ati së mund është ti një gara me ta. Para më do sa kolos ka pas islami. E ti si hoqë, si e djetar. A nuk e mendon se ti atje, me ata do jesh në gara? A do, në cilin nivel mund është me qenë ti në gara me ta? Je shumë lartë. Po edhe për besimtartë. Para më do besimtartë e sodit do të garojnë me ata besimtartë të devotshëm të brezave të artë të islamit. Dhe ata njerëz të sinqertë, të devotshëm, që kanë sakrifikuar shumë për të mirën e islamit. Pra çka ne sot për shembull ndoshta nuk mund të bëjmë shumë punë të mëdha sa kanë bërë ata, për shkak të rrethonave ku jetojmë na. Ama zemra jon mundet më umush me iman. Zemra jon mundet më umush me dashni për Allahun dhul xhelal. Zemra jon mundet më umush me dashuri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zemra jon mundet më umush me dashni për ata njerëz të mirë që janë kanë. Sepse ka ta dua me atë do jemi. Ndoshta s'mund të mërim na me punët tona të mira, ama do mërim në me dashnin tonë që kena për ata. Njëri prej sahabeve e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah sa. O i dërguar i kush kiameti? Nuk i dha përgjigje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një herë e vazhdoi fjalimin e tij. Dhe pas një kohë u kthi dhe tha, kush ishte pyetësi? Ta filoni pyeti ja Rasulullah. I tha, s'është më rëndësi kur ka me ndodhë kiameti. Qa ke përgatiti për kiametin? Punët e tuja që ke bo. Ky njeriu edhe një përgjigje shumë interesante dhe mendoj se ja vlen më nal, edhe është argumenti për atë që thash paraprakisht. Ta unë s'kam bo shumë punë, s'kam shumë agjerim vullnetar, as namaz vullnetar, se namazet edhe agjerimin farz e kam. Por unë tha e kam një gjë që shpresoj të më shpërlen Allahu për të tha, unë e dua Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur e tha ke sahabi këtë fjali, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ente ma men ahbabt, ti do të ringjallesh me atë që e ke dasht. Andaj, kur ne e duam Allahun, neve do na mëson Allahu të shohim madhninë e tij që është shpërblimi më i madh. Ne kur e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu do na mëson të jemi në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne kur i duam sahabët, do na mëson Allahu të jemi në shoqëritë e Abu Bekrit, Omerit, Uthmanit, burrave që ka garantuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenetin, edhe kanë pas pozita të larta. Ne kur i duam tabiinat do jemi me ta. Ne kur i duam imam të tonë të dashur, imam Ebu Hanifen, imam Shafiun, imam Ahmedin, imam Malikun, dhe të tjerët me radhë, ne do jemi me ta. Andaj na sot ndoshta s'mund të bëjmë punë që kanë bërë ata, ama mund t'i mushim zemrat tona me dashni për besimtarët e devotshëm, për besimtarët e sinqertë, për besimtarët që sakrifikojnë ditën dhe natën, për mujahidat trimat e islamit, për shahidat që kanë dhënë jetën për islamin. E kjo nuk është pak. E kjo është shumë e madhe. Edhe andaj edhe ky emision, edhe këto fjalë që i folën për Imam Ibn Bazin rahimahullahu taala, është shumë pak për me tregu propozitën e tij, por me vetë ka qenë njëri i jashtëzakonshëm.